Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ndodhemi këtu në rezidencën e IPSHV-s Prizren Prishtinë, së bashku me eminencën e tij kardinalin shqiptar Ernest Troshani. Qoftë lëvdu Krishti, kardinal. Gjithmonë Jesu në bohtan. Kemi kënaqësinë që kemi në Radio Marinë e Kosovës dhe ta zhvillojmë së bashku një intervistë. Si po ndiheni në Kosovë, kardinal? Qëllimi kështë për sjellën i kështë një malë zëtë për qeshtjet e miniatyrshme, se gjithçka është në kishë a miniatyrshme, bota ka materialin e vetë, formën e vetë, po kisha ka gjithmonë patekshme e të nëmukshme. Lumërit malë zëtë më ka dhanë shtendën jetën, me armë këtë mosh, me presu 70 jetë, ku jam shuguru më shtarë në 56-ën, në kohë për që ishte pak shumë kritike, por kisha ishte e mushën pratë me popull, për me ju falenderës të madhë zëtë, edhe për me dhanë një farë ushqime shpirtar, se jena kryvepër të Zotit, që thosh pali, në nëpeme së mëgajnë në qytetat Alim Kirimos, nuk kena këto dhe në vërtet përhershëm, a dhe vërtet ashtë në që gjithmonë me shkime shajt, të falenderë Zotit, për me u bashku të qëmë qëllimin kryesor, me shërbu shpirtin e patekshëm. 70 jetët, falenderës ma Zotë për gjithat papitve që kam kalu, me natyrës me vullnetin e mirë, e me hirën e pasashëm të madhë Zotë, ardhëm këtë ditë, si çdo përjetar, po kuj ma i rëndësishëm sa është i minatyrshëm, për me falenderës ma Zotë e për me i tërgu se cilët, se me Krishtin nuk ka vdekje, me Krishtin ka vetëm shpërblim, ka drejt gëzim e lumit pa matën. Si shka vdekje, po shtim dhenë për ditë, ma trupi pa, se trupi është matesh, por Krishti vetë nga ka thanë, mos keni fikat e qumë e trupin, keni shumë ma fikat e qumë e shpirtin, se trupi është sot për nesër, shpirtin është jam shkumë. Qëllimi i çdo mështarit me quë Krishtin çdo ditë në zemrat e njerëzve. Kjo është qëllimi i jonë, e i gjithë përshkrimeve të kardinalëve kushtjen, për me pa, dashinia pa matën e hinë që ka i malë Zot për ne, me pa qëllime jesë përsjetojmë, çdo ditë që rrotullot toka, çdo ditë me lutë malë Zot, e me bashku shpirtnisht, me qëllimin kryesor, Jezus drejta e shërbimi i gjithë njerëzimit. Kardinal, si kanë qenë këto 70 vitet me shtarisë tuaj, në shërbim të popullit e të fesë? Tash çdo ditë ka vërshimet e veta, ndryshimet e veta, të papritjet o të mirat e veta. Por kryesisht ku ahiri këshetnus, aty është rruga e vetme që ndërrit rrugën e jesë, me kanë besnik të Krishtit. Jo me fjalë, me vepra. Me kanë përhapësit e malë dashnisë Krishtit, me vepra. Per vepra që të bani, ka më ljodhë botë se piti ku jeni, thotë Krishtit për ditë, që ma starëm asni. Kryesore për ne si me shtarë, është që ara pa që nga ka thanë, kush të në marrë mas për jetë, të mohojve vetin, të balin Krishtin, e të negin më unë kalvarë. Për shekull, për mamohën që qunë Krishtin, duke si utopi. Por kjo është aktualisht e vërteta e pështimi çdo njeriut. Se çdo njeri nuk të sa njerëz për kësaj bote kalojnë shpirti u del, i patekshëm, trupi është jashtë, por qëllimi parë, qëllimi çdo dite, me i dhanë laud nërrimit malëzat, e me punu për me sjellë njerëzit ka i malëzat, ka Krishtin bari që jene na, për me punu shpesat të vohërnve e aty në qanë ndarë malëzat, se Krishti është lunia të njën të jeta. Kardinal, jemi në të ditëshin e kohës pashkve, të ringjallje Zotit tonë Jezu Krishtit. Ju të djelen keni qenë në Vatikan pranë Papa Leonit 14. Si e përjetut këtë moment? Ka qenë edhe krenari për ne si popull shqiptar? Kam gazi 90 vjetë që jetë me vërshimet e ngjarjeve botnore. Hinkorisht fletënve, sigurisht shëpingi me radio. Këtu më varet e gjithë shkam. Këthimi i çdo njeriut ka i madhë Zotë. Krishti thotë, për të në forme, për të në vutërve, kërkoni mas parë lumnin e Zotit, e drejtsinë e tij, madje të gjitha të mira do t'i keni. Pse gjithçka ka bota, kosmosi, janë krijuar për Krishtin Zot. Edhe për mi vorrin ku njerëzit trupi i tyre kanë jetën, del jeta, vegetacioni, bima, është jeta. Krishti është jetë e lumni. Por kryesorja çdo ditë
me kanë gëzimi e synëve të Krishtit. Që synët e tij hynor të na shikojnë me mirësi e me dashni. Prandaj mendimi i parë, veprimi i parë, çdo ditë, çdo njeri, si mund ta duhet Zotin, si mund ta duhet afërmin, si mund të mojt varfrin, si mund të ruan për mëkat, si mund të ikë për gjitha format që djalli i shkon bukur atishme me botën, e njerëz janë e dini mazës se ku shkojnë. Pra, qëllimi kryesor që thot, por runë është necesar, vita më salvare. Vetëm një është e nevojshme gjikë, ku thot Martë e Marisë, të motrave të vllaut të Lazarës. Anima më salvare. Me shëlbu shpirtin të marrë vesh unë e tanë bota. Çdo ditë është qëllimi i parë, me shëlbu shpirtin, me ndihmu shpirtin që këtë mundemi, na se ndihmojmë të vofrin, çka do që bani flasmi tuj, ma keni ba mua. Kur ai djali i ri e tha, ma kishë këtë thashë vite për tarë pasila, mësus, çka të bajnë për me tu jetën e pasosën, se janë shtektare. Nuk e tha Krishti për miliarda, gradacione, pasonina, laudina, imperatorizma e mandeta. Serva ma të me, 4 fjallë, maj, ordimit të tem. Me majtë ordimit të Zotë, do më thanë, me rujtë, dhe karikot, 10 ordimit të Zotit, me i rujtë gjithë ditë. Ka fitoria mamadje që ma të kemi na. Me pasëru që thoshtë Shagustini, asë një ditë, mos të karoj pa një vitë, arë për një të më shkume. Faleminderit shumë, kardinal. Kishim pas dëshirë me ju jap bekimin të gjithë dëgjuesve të Radio Marisë së Kosovës, edhe me i përshëndet ata. I mazet e shtënit të gjithë, që me zemër bujare, e të panume, e të tërfyme, e të pasër, se a babë dashnia pamatën, me i shtënit me anën e shpirtit shajt, me anë të gjithë njerëzve, se gjithë i na vllazën, të zhdukin të gjitha format armiqësore, se në fund punit, e numeracion kapiti kapit vesti. Tanë flokët të kërës i kanë njën, paranort e generat e miliardert i madhi vogël, në para dërqisinore, të bindën se botën të vllazën. E mi e që bat, në kena libe njësë, asë të shedim nështë, për para kena, në që kësitu, ku të me dhënë sënët, janë të gjizume gjitha veprat mira, apo të pa mira. Si tha Gloria Polo, në asë keni zanin, kështë dënuar për farë tjera, e falë Krishti thotë që kënat, lumin e parëngjit. Du që gjithë e rinia e bosë, dërmë të vazhat, të hinë parëngjë. Për ata e kam të pikën gjakot fund, e ka lumin botë për 30 vjetë e Krishti, në Kolumbi, të edhin tanë. Jo që është e titër për gjithë qëllim kryesor, laudinera lunia për Krishti Zot, dashnia për nane, babë, e shedim e mesh, e të shajte, pas sërtijin e konë orë, se janë do që bashkëtojnë të orë, ku e ty bashkëtojnë, jenë malkim, anatë masit, ku është thënë, urën Zot është i malkum, e gjithë rëzikojnë me shkunë të konferët. Shka fjallë bukur këto, me të remu hajti që të falë Krishti. Krishti falë, se është mëshia pa matën, po është dërshia pa matën. Dërshë në rëtetë të shpali, me Zotë që më talëna. Zotë e dashnia pa matën, po është dërshia pa matën. Këtë du të më dërilë, kur bëjmë katin, na me amelësime, me urtime, me përvojtime, me ashu Krishtin zamëra, ta njofin hiri ti shetnus, si shtënis, e të pështohet qëtë në zgjimi për që të 4 gjaku për marë botën vë. Faleminderit shumë, Eminencë. Eminencë, cila është porosia juaj për shqiptarët e Kosovës këto që jetojnë? Shqipëri i pa të e kishë, është natyrshme jo, pas gjithë me shtartë e mija, gjithë që shërbejnë shërbimit të shpirtën, se partia jetojnë për me shërbu njerëzimit, kërsoria. Fjallët e nësë bekume me Pompeje, me Lourdes, me Fatima, edhe në Mezhigori, i kam më thënë edhe Papë Franqesk, unë i besoj janë në vërteta, shpejti të zojë bekume, do të bajnë atë me gëllin e vetë, ashtë me u këthy ka Zoti. Ullëri ma zës bekume në Fatima, të i pa lëshia në cipën tokës fundën e ferët, me një ocean i pa matën qarë, e din tanë dokument autentik, historik i kishë, e të i ra me qina me shpjetës në ferë. Lotë të zës, i lumi pa matën. Që ku shkojnë në marojnë, bejt janë tanë bejt e bjetë e mija. Zë bekume, që pa në anin e në shef. Shumë spëtar për jashtemet, po, zdo statuë që shifnin, jam unë aty. Tho zë bekume. Se e di para Zotit tasë. Pra ndaj, duhet me usjallë ka Zoti.
Permitimet e djathtë janë të natyrës të mamorës, që quhen Krishtit, janë të fuqishme, por kryesori është me e kanë besnik të Krishtit në shetnime kënaqëse. Gruaja thot shpali, doni o burra gratuja, si Krishti ka ta shkishtë në të gjakon edhe për tem. Jo me tërtu grutë si kash ose shansa mjetë arkimet e ka është dhunë, se gjama shenë se nanë s'ka bota. E vujtë që banë nana, asë si bajmë. Shpërblimin gati asë një s'mon t'ja kene dhe nanave. Po nana të të anqo, besnike e kënë nërshajnë, por edhe burri, anqo, për nërshaj, a fudët gjalli e banë për qamja. Jo kam thënë që dhjetë për gjithëve, ku është Krishti, drejtësia, dashnia, gëzimi, të njënë të jeta, që sa shpari, mas ishte e kënë të njënë, feja ishte kënë zero, këtë e dekun, flas me gojnë shpari, s'pa thëmë latin. Pra në këtu anë gjithë shka, e qdo ditë, me zbatu ligjën e Zotit, rëzarën shajte, meshën shajte, pasartin e këndosh, nemen për të vofnit, me të një ma para, ma madhus shumë që kërën që i e thotë Krishti, është banë për të vojnë. Venite patës pej, e të posit e reglën për amë të onë sebe. E në të vekum të atë tem, zotë në onje, jo vetëm hini, me të njën e gatuën për ju, parë gjithë shëjkve, parë me të njën qilë, është atyën që në mëjtë vofnit. Shpërblimi po matën. Në rast që dili shnit botën, veprat e mira janë ma shnishëm se dilit. E këto do të shkojmë kur dalim për para madhisti hynore. Pra në qdo ditë, 4 rozare të zbekume. Që të thonë, po ti, po vënë në thëtërë, më shketë janë shumë që apin jetën punë. Perse, ka po shetë pa matën. Thot, e shbarëndin e persjenet, kur kam pathët, madhu shumë zojnë e bekume, fetë, jo në tonë. Kështë më thanë, a vetë Zotë, mas të më lejot, pa të më thotë e kisha në lohë. Me gjitha fuqit, dijen e pamatën, dërësin e pamatën, dashnin e pamatën, me shiren e pamatën, fuqin e pamatën, do të ishte a vetë Zotë, kash e madhën shma zërë bekume, që harru për e shumë kuvi. Pra ndaj, përsia ma para, një gjojnë parë në nëskisht, me kështu familjen, fëmijët, gjithë babë e nanë, në nëskishtet, me pas si bora, që zbarë botën e ngërëzëmët hirë shqetnus, kështu, me i madhi vogër, me kushtu në nëskishtet, bota sot ka nevoj për dashni e jo për krimet përbinshme që po e dalë botën me gjak. Eminencë, edhe një mesazh për popullin e Kosovës. Për popullin e Kosovës nësë jam po të ndjeni të menshme, por që kam vërejtu, djemët kosovarë, çdo me dallime më thash, janë me devocion të fort, tanë me fe gjallë, për që kam pa unë me, kam thënë me shumë në Zvicër, kam thënë me shumë në Kroacia, me kosovarët, me një zemër të gatshme, me ushat ka Krishti, me dashë Krishtin, me një më tjetërin. Faleminderit shumë Eminencë, edhe bekimin për dëgjuesit e Radio Marisë. Më shumë të mirë i mazët gjithë, pa që këshimin e dashni hinore. Faleminderit shumë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, patët mundësinë të ndiqni intervistën me Eminencën kardinalin tonë shqiptar Ernest Troshani, kudo qofshi hiri i Zotit tonë Jezu Krishtit qoftë me ju.